duke çelur të gjithë grup kapitujt until not long ago. Vetëm pak kohë më parë. Ishte diçka që dukej e pamundur. Dhe ishim në pikën ku po mësoheshim me sprapsjet e me ato grushtat në stomak, por unë besoj se i gjitha i rrugtim në bëri më të fortë, në bëri më të vetëdijshëm për të gjithë atë natyrë të jashtëzakonshme të gjithë këtij procesi dhe na bëri më të pjekur. Ja ku jemi sot këtu. Me atë që ishte vetëm ëndër. Pak më tepër se një vit më parë është transformuar tashmë në një plan pune, një realitet për të cilin e me të cilin duhet punojmë në jetën tonë të përditshme. Pa fjalë formale apo protokoll, dua të falenderoj me gjithë zemër dy persona të jashtëzakonshëm në të majtën time, Mari dhe Marta. Marin për transformimin e fjalëve të presidencës daneze në vepra kur vjen fjala për zgjerimin, duke mbështetur e duke inkurajuar për të ecur përpara dhe Marta që është kampione e procesit të antarësimit të Shqipërisë e po kështu të gjithë Ballkanit Perëndimor. Me zjarë me një vullnet të fortë që na bën të gjithëve të ndihemi për plot energji dhe në borxh në qoftë se nuk realizojmë në kohën e duhur. Nga ana tjetër, jam absolutisht i frymëzuar nga të gjithë këta muaj dhe nga mbështetja e fortë që procesi i zgjerimit apo procesi i ribashkimit të Europës po merr. Do bëjmë gjithçka kemi në dorë për të ecur përpara me të njëjtin intensitet, me të njëjtën disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate e për të siguruar që ky proces i përbashkët që po e ndërtojmë gur pas guri së bashku me partnerët tanë këtu në Bruksel dhe me partnerët tanë në shtetet anëtare të mos ndalet. Ç'të thuash më shumë? Sot Shqipëria del me krenari nga kjo fazë e parë, e madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie, ashtu siç tha Marta, ne nuk përfaqësojmë këtu parti politike apo vetëm një pikpamje politike. Përfaqësojmë këtu një komb të tërë që mbështet si askush tjetër Bashkimin Evropian dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Më shumë se sa 90% të qytetarëve tanë. Jam i sigurt që ata shumë pak që janë në këtë përqindje shumë të vogël që mbetet, thjesht s'do kenë pasur, s'do ketë qenë ditë e mirë në momentin që është bërë sondazhi, sepse vështirë të mendoj ndonjë shqiptar që mendon se antarësimi në BE nuk është ideja më e mirë dhe nuk është horizonti drejt së cilit duhet të synojmë për hir të fëmijëve tanë. Për ta përmbyllur, dua të shtoj se qoftë ajo
mënyra e fortë e ajo e butë me cilën jemi përballur, na mësuar një gjë shumë të rëndësishme. Kur mos merr asnjë gjë të mirëqenë në Bruksel. Kur të buzëqeshim, shijoje, po mos e merr të mirëqenë, mund të t'ju zhduket nga fytyra sa hape mbyll syt. Kështu që vazhdo, puno fort dhe përgjigju në çdo rrethan me përulësi e me rezultate. Këto dy gjëra janë ato gjëra që këta njerëz vlerësojnë më shumë. Dhe siç e kam thënë, me mentorin ton nga njëra anë komisionin dhe të urtët nga ana tjetër shtetet anëtare, jemi në duar të mira, në qoftë se nuk harrojmë asnjëherë që në fund të fundit është puna e duarve tona që ka rëndësi, jo për ta, po për ne. Jo për komisionin apo shtetet anëtare, por për popullin shqiptar dhe brezin e ardhshëm. Faleminderit edhe një herë, Mari, faleminderit Marta, dhe një falënderim mjaft të madh të gjithëve atyre që ishin me ne përpara se sa të vinim në këtë konferencë shtypim. E vlerësojmë shumë dhe do të bëjmë gjithçka që të jemi për herë aty ku duhet të qenë, bazuar në një plan për të përfunduar këtë fazë të parë duke përmbyllur bisedimet e antarësimit brenda 2027-s, e të hymë më pas në fazën e mbështetjes politike e të antarësimit të plotë. Edhe një herë, më ndaloni sepse në të kundërt nuk kam ndërmend të ndalem së thëni faleminderit, 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 faleminderit.